Shqetësimin kryesor që Altin Dumani paraqiti lidhur me veprimtarinë e SPAK gjatë këtij viti ishte fakti që SPAK është gjendur shpesh nën presion politik dhe mediatik, si dhe fakti që prokurorët e SPAK është mirë të kenë të drejtë të rikandidojnë më 2028-ën, kur u mbaron mandati 11 prokurorëve. Sa i përket shqetësimit të parë, pra atij që ai e quan presion mediatik apo politik, ekziston një debat më i madh se sa shqetësimi i kryeprokurorit. Pretendimi i kryeprokurorit që media dhe politika të mos komentojnë punën e tij është më së paku naivitet dhe më së keqi një mendësi totalitare, një mendësi korporative e Republikës së Prokurorëve kundër lirive të garantuara nga Republika e Shqipërisë. Pra, kreu i SPAK kërkon që media të mos komentojë punën e tij se quhet presion, dhe politika të mos bëj komente për përfshirjen e SPAK në politikën e ditës duke përdorur në mënyrë të shëmtuar detyrën e prokurorit. Problemi kryesor që ka pasur deri më sot, raporti okult i SPAK me një grup gazetarësh të keq përdorur prej tyre, është që sekretet më të mëdha hetimore dalin një herë në media, në mënyrë selektive dhe shpesh me kontekst të ndryshuar, u bëjnë gjyq popullor të akuzuarve dhe pastaj fillon procedimi penal i tyre, duke pasur mbështetjen popullore të siguruar nga veprime tërësisht të palishme të SPAK. Të gjitha dosjet që lidhen me politikën dhe median janë keq përdorur nga zëdhënësi i SPAK, duke krijuar një listë gazetarësh që i kanë rekrutuar në mënyrë jo transparente dhe kanë krijuar akuza publike të rreme për personat në nënhetim. Pra, është SPAK-u ai që ka përdorur median për presion ndaj publikut, dhe jo media që i ka bërë presion SPAK. Natyrisht, kur ka shkelje të tilla flagrante, SPAK do të kritikohet, madje edhe duhet paditet, edhe pse nuk ka gjyqtar që e merr çështjen në dorë nga frika e përgjimeve. SPAK nuk ka bërë të njëjtën gjë kur dosje të ndjeshme kanë përfshirë vetë SPAK. Kur filloi gjykimi i dosjes Toyota Yaris, ku përmendeshin prokuror të SPAK dhe gazetar pranë SPAK si të përfshirë në dosje, Altin Dumani doli publikisht dhe tha që kjo dosje është sekret dhe kush e boton dënohet. Dhe ky rregull është respektuar. Pra, kur diskreditoi SPAK dhe bashkëpunëtorët e tij, e shpall sekret publik, kurse kur do të diskreditoi persona në nënhetim, u alshon dosjen si ushqim për qen popullit në për portalet që furnizon vetë dhe pastaj krijojnë komoditetin të mbulojnë cektësinë e hetimeve. Nëse SPAK një ditë do nxirrte një urvër përgjimi për gazetarët që përdorin vetë ata për lajme të rreme, do të shihte se si emri Altin Dumani, Olsi Dados e të tjerëve përdoret nga gazetarët sikur flasin për shitsin e bukës e lagjes ku shkojnë blejnë bukë mëngjes drek e dark. Shtoi pastaj edhe mendsinë talebane të zëdhënësit të tyre, dhe sot ne kemi një korporat prokurorësh dhe shërbëtorësh të tyre në media, që në mungesë të fuqisë profesionale për të bërë hetime serioze, kanë vendosur të bëjnë propagandë me hetimet dhe të bëjnë gjyqje popullore që të duket sikur punojnë. Dhe kjo sidomos për gjyqet ku përfshihen politikan. SPAK ka hyrë kokë e këmbë në lojën politike në Shqipëri, por interesat e tyre duke bërë ndere me goditje majtas e djaftas, me qëllim që të pranohen nga politika si një pushtet më vete, me të cilin ata duhet të negociojnë. Është kjo arsyeja që sot SPAK është një prokurori më e politizuar se prokuroria normale që kemi pasur më parë. Reforma në drejtësi praktikisht është shndruar në një operacion special propagandistik nga SPAK-u, me propagandën e tij përmes dekonspirimit të dosjeve ku kanë ata interes dhe mbylljes së dosjeve ku diskretizohen vetë dhe bashkëpunëtorët e tyre. Për të shkuar më tej me arrestimet e politikanëve, ata janë dukshëm selektiv, të llogaritur politikisht për të bërë shërbime politike dhe për të shantazhuar krerët politik në vend. Në fund të mandatit të tij, Altin Dumani ka prodhuar shumë zhurmë, por asgjë serioze në hetimin e lidhjes së politikës me krimin. Madje disa çështje serioze i ka degraduar duke i relativizuar dhe anashkaluar me vetdije. Mjafton të shikoni se çfarë bëri me Sali Berishën, të cilit i ka hapur një çështje korrupsioni lidhur me kapjen e shtetit kur ka qenë kryeministër, me një hetim të përcipët për ta zvarritur, dhe nuk guxoi as të prekte gërdecin si histori korrupsioni, por vetëm si aksident teknologjik, dhe as të mbyll hetimet për vrasjet në bulevard, që është krimi më politik i 35 viteve pluralizëm. Ai thjesht prodhoi statistika, duke prerë ordra arreste për Arben Ahmetajn, Ilir Beqajn, Erion Veliajn dhe Ilir Metën, duke u bërë atyre gjyq popullor, dhe që në përfundim të gjithë po i heton ku kanë bler plakat e banjës gratë e tyre, çfarë brekash e fustanesh kanë bler dhe çfarë karte kredite kanë përdorur. Tani, kur përfshihesh me vetdije në politik,
Natyrisht që do marrësh sulme edhe nga politika, por dëmi që bëjnë deklaratat politike dhe dëmi që i bën drejtësisë arrestimi pa akuzë i politikanëve nga SPAK është si dita me natën. SPAK deri më sot ka djegur shansin e artë të ndëshkonte korrupsionin dhe lidhjet e politikës me krimin, pikërisht se ka dashur të bëj politik dhe pazar politike me punën e tij. Rezultatet reale të standardeve që ka vendosur SPAK në drejtësi do të duken kur të ndëshkuarit në mënyrë të papërgjegjshme prej SPAK t'i çojnë të gjitha çështjet në Strasburg dhe të merren vendimet nga gjykata evropiane. Dy çështje që kanë shkuar deri më sot, ajo e Gëllçit dhe Berishës, SPAK i ka humbur. Mbastisja e portalit Lapsi.alu ndëshkua edhe nga Strasburgu edhe nga kushtetuesja, dhe ka gjasa t'i humbas të gjitha me atë arrogancë dhe papërgjegjësi proceduriale që i ka bërë. Atëherë do të kujtohemi të gjithë se Republika e prokurorëve që kemi ndërtuar ka funksionuar me ligjet e veta, kodet e veta dhe mbi të gjitha objektivat e veta politike dhe mediatike dhe nuk konkurrencë nga media dhe politika aktuale. Sa i përket atij shqetësimit të dytë që ka kreu SPAK, pra që ai nuk do rikandidojë më në 2028, por do që të rikandidojnë kolegët e tij, duket sikur ata kanë ndonjë mundësi ta bëjnë këtë dhe është në dorën e tyre. Altin Dumani edhe nëse do kandidojë, dhe nëse nuk do, nuk e lejon ligji të rikandidojë. Në neni 146.2 thuhet qartë që prokuroria e posaçme përbëhet nga të paktën 10 prokurorë, të cilët emërohen nga KLP për 9 vjet pa të drejtë rikandidimi. Dhe këtu nuk është çështje të emrat, por të ligji për të cilin ata përgjërohen. Kur vjen puna te vetja e tyre, ata e relativizojnë sikur ka dhe mundësi të tjera, kurse kur gjypojnë të tjerët e shkelin dhe e çojnë ekstrem duke mbushur burgjet e Shqipërisë me paradeburgosur që presin SPAK-un të hetojë dhe të gjejë vepra penale, mi që i ka arrestuar. Republika e prokurorëve të SPAK duhet të nënshtrohet rregullave të Republikës së Shqipërisë, e cila ka një kushtetut ku liria e shtypit garantohet, e cila ka një gjykat kushtetuese që ka ndëshkuar SPAK-un për bastisje të shtëpive të gazetarëve dhe rrëmbim telefonash e kompjuterash, e cila ka një ligj për lirinë politike dhe debatin publik. SPAK nuk mund të ankohet për liritë që nena i ka dhënë Republika jonë. Ata mund të ankohen se Republika e tyre ndihet e konkuruar nga Republika e Shqipërisë, por për këtë nuk i ndihmojmë dot. Ajo republikë nuk duhej të kishte lindur, por me që është lindur gabimisht, është mirë të pranojë autoritetin e Republikës së Shqipërisë ose të shkrihet.